Hetime, zhurmë mediatike, konferenca shtypi, deklarata politike dhe pritshmëri të larta, por rezultate të pakta. Goditja financiare e krimit organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë gjatë këtyre viteve ka qenë në shifra të ulta. Historia e operacionit të forca e ligjit OFL dhe më pas e SPAK-ut është shembulli më i qartë në luftë të shpallur me forcë, por të përfunduar me bilanc të varfër. OFL u krijua në shkurt të vitit 2020 si një strukturë e posaçme brenda policisë së shtetit me një mision që në letër duke revolucionar, tu kërkonte personave të dënuar ose nën hetim ve deklarimin e pasurisë dhe të sekuestronte çdo aset të pajustifikuar. Nuk ka në objektivat kështu selektive për arsye se gjithë rrethi i personave që përfshihen nga ligji tashmë janë përcaktuar nga vetë ligji. Kështu në Elbasan dhe gjithë Shqipërinë operacioni do të vazhdojë me intensitet të shtuar. Në muajt e parë, operacioni u shoqërua me një ofensivë të fortë mediatike, dhjetra formular vetë deklarimi, u shpërndan në të gjithë vendin. OFL raportoi identifikimin e dhjetra grupeve kriminale mbi 300 të skeduar dhe sekuestrime pasurish në vlerë 16 milion euro. Por pas fasadës së shifrave, rezultati mbeti i zbrazët. Nga 192 kërkesa të administruara nga SPAK në lidhje me OFL-n, vetëm 49 u depozituan si kërkesa për konfiskim dhe asnjëra nuk u mbyll me vendim përfundimtar, që për 1 janar 2021 OFL nuk dërgoi më asnjë formular vetë deklarimi dhe operacioni u shua në heshtje. Pas OFL-s, bara e luftës ndaj pasurisë të krimit i kaloi SPAK, struktura e posaçme u kthye në simbolin e drejtësisë së re, me arrestime të bujshme dhe hetime që tronditën politikën dhe botën e krimit. Por edhe këtu, problemi mbetet i njëjtë. Shumë hetime, pa konfiskime, paradoksi, thellohet edhe nga të dhëna zyrtare të Ministrisë së Brendshme. Për periudhën janar-gusht të vitit të 2025, janë referuar 311 raste për pastrim parash, niveli më i lartë në 5 vitet e fundit me rritje 14%. Megjithatë, vlera e parave të sekuestruara ka rënë me 82%, nga 53,9 milion euro në vetëm 9,4 milion euro. Bilanci është i qartë. Lufta ndaj krimit ka prodhuar dosje dhe statistika, por jo goditjen financiare që pritej. Hetime ka, por rezultatet të mungojnë.